Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, aku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, për të sillur pranë jush ngjarjet, komentimet më të fundit se çfarë po ndodhen në jetën e artistëve shqiptar. Dhe pikërisht nga gjesti, i cili nuk ndalon me sukseset e tij, do të ndalojmë tek Rozana Radi. Rozana Radi është një personazh i dashur për publikun, ishte shumë e zëshme në shtëpinë e Big Brotherit, e njohëm Rozanën në dimensione të ndryshme, njohëm Rozanën dhe shpirtin e saj unik, dhe kështu që Rozana na bëri që ta përqafojmë dhe ta duam shumë. Dhe pikërisht do të flas për një sukses që Rozana ka bërë. Ju e dini shumë bukur që Rozana nuk është se ka qenë në ndonjë koncert pas përfundimit të Big Brotherit. Rozana nuk është se ka qenë e ftuar në ndonjë skenë. Rozana ka përzgjedhur që të mos jetë shumë aktive në Instagram, ashtu siç ka përzgjedhur Gjesti dhe Egli, ndoshta për të qenë aktive vetëm në momentin kur Rozana do të ketë gjëra serioze. Dhe pikërisht kur Rozana bëri gjëra serioze, në këtë fakt projektin që po sjell në skenë këtë herë me Noizin dhe Jorg Zenkën është një projekt i cili është i dashur, i preferuar dhe shumë i duar trokitur nga Rozana. Tani do të flasim për këngën Lule Bor. Unë do të sjell disa fotografi që ju do t'i shikoni në këndin tim të majt dhe këtu do të komentojmë dhe veshjen e saj. Pikërisht, pasi që kënga është Lule Bor, unë mendoja që do të ketë një veshje të tipit Frozen, por Rozana ka përzgjedhur që të veshën një veshje portokalli, do me thënë ka recipetat e saj me lule dhe më pas ka dhe këtë pjesën e xhupit që e ka veshur si për portokalli dhe pantallonat portokalli në njërën skenë, ndërsa në skenën tjetër është shfaqur me pink, një pink tepër i lezetshëm dhe tërheqës, në fakt për syrin e njeriu dhe gjithë me lule në pjesën e parme. Lule Bor, Rozana e ka nxjerrë me shenjën e Frozen, do të thënë akullit, Lule Bor. Unë mendoja që do të jetë një Frozen, vërtet një spektakël apo një moment i bukur që Rozana përzgjedhen të bën, por në këtë rast Rozana ka dashur të vi me ngjyra verore, do të thënë nga kjo që ne po shikojmë, Jorg Zerka, Noizi dhe Rozana do të na vinë me ritëm, do të na vinë me adrenalin, do të na vinë me këngë që do pushtoj diskotekat. Dhe pikërisht jam shumë i bindur që kjo është arsyeja që Rozana nuk ka pranuar deri tashmë të del në për diskoteka, sepse ndoshta po të dilte me këngë të cilat i ka patur që më herët do të ishte një dështim për Rozanën dhe ndoshta ka dashur që të vi krejtësisht e re, të vi krejtësisht me ngjyra tjera dhe të vi krejtësisht me energji të re. Dhe po kjo do t'jetë Rozana, më shumë ndryshe, ajo duke që është qetësuar shumë, duke që ka marrë veten më nga Big Brotheri dhe tash është gati që të ngjitet fuqishëm në skenën shqiptare për të argëtuar të gjithë publikun shqiptar. Në fakt trupi Rozanës mbetet përsëri joshës, shumë tërheqës, po t'i shohim në fotografi Rozana është tepër seksi dhe besoj që kjo kimia e Rozanës është gati për të ngjitur në skenë. Dhe me Noizin, edhe Noizi ka një trup shumë tërheqës, është komentuar shumë në kohën kur Gjensila bëri videoklipin me Noizin dhe që i shkriheshte në trupin e tij. Do të thonë Rozana dhe Noizi do të jenë një super kombinim, por mos e heqim edhe Jorg Zerkën, që është një super artist. Rozana nuk e tregon moshën, duket shumë e re, duket shumë nice. Edhe në Big Brother ka thënë që unë nuk i kam investuar lekët e mia për të blerë një shtëpi, unë kam investuar lekët vetëm e vetëm për të mbajtur linjën time të trupit. Artistët e respektojnë linjën e trupit dhe kështu që Rozanën e kemi më të bukur se kur. Unë e di që Rozi do shikon këtë video dhe besoj që do të jetë komplimentuar nga komplimentet që ne i bëjmë dhe mezi pres të shoh projektin Lule Bor që Rozi e ka postuar në Instagramin e saj.
coming soon, nuk ka treguar një datë, nuk ka treguar një kanal ku ky projekt do të lançohet, por me sa unë mund të arrit kuptoj, projekti do lançohet ose në kanalin e Noizit ose në kanalin e Young Zerkës, po besoj që do të jetë në të Noizit, sepse shikueshmëria është më e madhe në atë kanal. Do me thënë, Rozana dëshiron të vi me fryt të ri, dëshiron të vi me projekte të reja dhe me patjetër që të ngjitet në për diskotekat shqiptare, që këtë verë do të jetë një verë shumë e nxehtë. Rozana tepërjoshëse ka përzgjedhur t'i ketë flokët me ngjyrë kafe, është shumë e bukur dhe besoj që tek publiku do të vi po si një lule bor, ashtu siç e ka përshkruar veten e saj.